Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku një vajzë e mitur 4 vjeçare u sulmua nga një qen pitbull në Lungomare, situata duket se ishte pandryshuar edhe gjatë kësaj të mërkure. Nga një vëzhgim i realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, sikundër ndiqni pamjet në ekran, qentë ishin prezent në shëndetëren bregdetare, mes njerëzve, mes turistëve dhe pushuesve. Edhe pse ndoshta të pak në numër krahasuar me ditët e tjera, këtë të mërkur, prania e qenëve ndacak ishte një shqetësim vete, edhe për qytetarët të cilët shëtisnin në Lungomare. Këta të fundit shprehen tepër të shqetësuar, ndërsa kërkojnë nga institucionet që të marrin masa të menjëhershme. Qetë rrugëve. Është sulmuar një vajzë. Po, e sulmuar dje. Shumë gabim, bashkia ka fajin. Ajo familja ta edhe në gjyq qeverinë. Duhet marrë masa që? Po, pa tjetër. Të marri masa. Ta është dëmë shpërbleje të fëmijë. Po për largimin e qenëve nga rruga si në... Çfarë largimin e qenëve? Meroj, sot pëlqi, bëhe me elm natën edhe mbaroj. Në Amerikë, një grop të ketë në rrugë. Të prishet makina mua më rregullohen bashkia. Vjen policia me një, bë reportin edhe mbaroj. Me qenë, të nduke i qenë, duhet punosh gjithë jetën për atë tjetër. Ka ndodhur në... Plot sa të duash. Thyerje pemësh, thyet një pemë, e ka faj bashkia. S'ka njerëz. Edhe këtu, të vendohet. Mos të vjedhin nga shumë, të vjedhin qik më pak. Të rregullojnë plazhet, ja, shikoj. Erdhën këtu matën atë, densitetin e ujrëve. Erdhën sa makineri i vunë këtu. Dolën për i bret. Ku do vemi plazh? Na tregoni një plazh ku të vemi. Plus asaja, qëri është kjo, plazh privat. Gjithë palatet këtu kanë nga një hotel me 3 dhoma. A i merë 300 zezlonga tjera. Qa kuptimi ka? Po a i që është brava palatit, ku do vej? Qa është kjo privilegj që i bët njeriu që ka xhepin plot. A i që ka xhepin plot vede e bët plazhin dhe në Karabruna apo Sazan. Njerëz të thjesht i gordën. Edhe mirua bëjnë, që s'grije. Kemi populli, okej, duam të ecim përpara, duam të hyjmë në Evropë. Në Evropë nuk hyjet me qenë rrugës, nuk hyjet me plera rrugës, edhe nuk hyjet pa rregulla. Kur qenë të sa shqetësim janë, qenë të rrugës? Shumë jashtë mase. Unë një natë kam dalë me shoqen time, që nuk ishte as mesnate, ishte ora 10. Ishte një grup qenësh, e kemi ardhur në shtëpi me autostop, se kishim frikë të kalonjim. U sulmua një vajzë tje, e vogël. Prandaj po them se e di, fatkeqësisht. Erdhi keq. Me di keq për vajzën, po më shumë për qenin. Pse? Qeni nuk ka faj, është kafsh, ka uri. Çfarë duhet ndodhë me qenët? Duhet të ndërhyjë se s'bën bashkia, është punë e tyre. Në Evropë është bashkia që i mbledh qenët. Nuk është populli, nuk ka faj, as qeni, as populli. Bashkia, ligji. Të martë ndodhi ngjarje e rëndë në fakt e paralajmëruar gjatë ditëve të fundit nga televizioni 6+1 Vlora, ku fati i keq ishte që një vajzë 4 vjeçare u sulmua nga qeni. Ajo mori dëmtime në pjesën e kokës. Ky incident, por edhe ngjarje të tjera, të cilat shënojnë thuajse çdo ditë në shëndetëren bregdetare, kanë rritur ndjeshëm shqetësimin mes qytetarëve, por edhe bizneseve të zonës. Prania e qenëve ndacak është kthyer në një problem të vazhdueshëm në qytet. Ata janë të shpërndarë në shumë zona, në hapësira publike e në veçanti përgjatë shëndetores bregdetare. Qytetarët shprehen se duhet të merren masa për këtë situatë, pasi rreziku është evident dhe shumë i madh, kryesisht për fëmijët, por edhe turistët vendase të huaj. Aktualisht është periudha e shumimit të qenëve, ndërsa situata rëndohet edhe më tepër. Ngjarja e të martës, ku qeni sulmoi vajzën 4 vjeçare, së bashku me incidentet e raportuara, ngren alarmin dhe të masave konkrete që duhet të ndërmarrin institucionet. Duhet një ndërhyrje menjëhershme për menaxhimin e qenëve ndacak, garantimin e sigurisë publike dhe parandalimin e rasteve të tjera, të cilat mund të shtohen gjatë sezonit turistik.